Të nderuar teleshikues të emisionit Gjurmët, në emisionin e sotëm do të pasurojmë edicionin e 7 që grupi Muri çeli në Galerinë e Arteve Eduard Lir të qytetit të Beratit. Fillimisht, le të ndjekim aspekte para dhe gjatë përurimit të kësaj ekspozite, ndërsa më pas do të intervistoj pjesëmarrësit në këtë edicion të 7 që janë piktor, skulptor, qeramist e të tjerë. Për më shumë, na ndihni në emisionin Gjurmët. Të nderuar pjesëmarrës, dashkamirës në ashtit dhe miqtë të galerisë, të nderuar artistë, të nderuar kryetari i Bashkisë së Ligjëvesa, miq, të ftuar, ju falenderoj përsërisht për pjesëmarrjen tuaj në çelën e ekspozitës Muri, edicionin 7 në Galerinë e Arteve Eduard Lir. Kjo ekspozitë, të nderuar pjesëmarrës, e ndërtuar hapësira e galerisë nga kuratori i saj Jan Vallxhi, është për ne më shumë se sa i paraqet e vetrash. Ajo është për ne dialog i hapur midis artistit dhe të zhligut, një ftesë për mjesi në qasjet të reja në botën dhe në tjetër. Çdo peneratë të pastorëdhjet, çdo linjë e karikaturës apo sfajë ceramike është për ne një tregim i përshtuar dhe e dhënë sinqeritet artistik. Për grupin Muri, karakteri dhe pjesëmarrësit e tij, veçoritë artistike të punës, klasi i gjatë, detaj i piktori e modernizëm të modit. Shëndetje gjithëve, të nderuar bashkëpunëtarë, të nderuar miqtarë. Mua është kënaqësi e veçantë që jam sot pjesë e shëndetjes një shumë bukur. Ne jemi presim sot në galerinë tonë vepra të një plejade artistësh nga përfaqësuesit e artit pamor shqiptar. Unë duhet të falenderoja stafin e galerisë për një kontribut e tyre. Gjithashtu do duhet të konfirmoj në një mbështetjen e Bashkisë Berat në funksionin të këtij eventi. Duhet gjithë ta shijoni dhe familjarizojnë. Atëherë ftoj kryetarin e Muri, artistin zonë natyral të bollët, në klasi diçka më gjerë për ekspozitën. Për ditën tjetër, është një kënaqësi e veçantë për grupin tonë që ka ekspozitën në qytetin e Berat. Për këtë ne do të falenderojmë Bashkinë e Beratit, organizatorët e kësaj galerie, që unë si punoj si vjetër në këtë qytet. Kemi gjetur një gjithmonë një dashuri dhe një njoftësim të jashtëzakonshëm të shkallërisë të vjetë të grupit. Grupi Muri është një grup i ndërtuar nga artistë të lirë, nga artistë me shpirt shumë të madh të lirë, nga artistë të cilët janë egoizmin për kushtimin seriozitetin maksimal në vendarimin e tyre kryuese. Zoti Adi Hyeni, krijuesi, themeluesi i grupit Muri, në cilët bëjmë pjesë një grupim artistësh, piktor, skulptor e të tjerë, dhe ju e keni krijuar me shumë pasion. Por cili është roli juaj në krijimin e këtij grupimi artistësh?
Atëherë, dhe të thojë një gjë esenciale. Grupi Muri është themeluar si protest e mangësisë së kritikës artistike që mungon në vendin tonë. Pra, në formë paradoksale, ishte një periudhë diktatoriale të mërshme, ku ne bënim pjesë, por çuditërisht kishte një ekspozitë kombëtare ku merrnin pjesë 1700 vetë, pranoheshin 150 vetë. Pra një seleksionim mbi 11, kishte edhe çmime, kishte një komision profesionist, ti mund të bëje vepra në frymën e partisë, po nëse ti teknikisht nuk i kishe realizuar mirë ato, ti nuk pranoheshe. Pra, kjo marrëdhënie artistike ishte një domosdoshmëri për artistët. Kishte një gazetë Drita, e cila përpos ambientit politik që mbante në vetvete, mbante edhe një mendim intelektual tepër të kultivuar, e cila nuk duhet mohuar, nuk duhet pa bardhëzi. Pra, kjo, ku ti mësoje nga kjo gazetë, kishte një mendim kritik, kishte një përplasje, kishte një krimtari të njerëzve të cilët transmetonin vlera dhe kishte shumë domosdoshmëri për kohën dhe për gjithë kohët. Çuditërisht, paradoksalisht, në kohët e sotme, ka një tendencë për ekspozita personale. Dhe që ka, edhe unë kam për shumë ekspozita personale. Por, ekspozita personale duhet, është domosdoshme, por jo në nivelin e një ekspozite të përbashkët, sepse një ekspozite përbashkët do të thotë që ti do përballesh me ide të ndryshme, ti do përballesh me talente të ndryshme, ti do përballesh me një konceptim artistik ndryshe, dhe kjo të bën rreth parë ty mirë si krijues, edhe tjerëve. Pra, është një marrëdhënie e ndërsjellë midis krijuesve. Duke ditë këtë lloj marrëdhënie dhe duke ditë që në Shqipëri mungon dhe kritika, mungon dhe shtypi artistik, që çuditërisht të kohët e sotme do të ishte 4-5 herë më i madh raport me diktaturën, por nuk ekziston më, atëherë unë me një forcë dhe në thonjza me dhunë, ndërtova këtë grup Muri, ku janë artistë të cilët unë i vlerësoj, i përgëzoj, njerëz që kanë një dashuri shumë të madhe për artin, njerëz që kanë një vetmohim në kritarinë e tyre artistike, me gjithë problemet ekonomike që mund të kenë, dhe kanë dhe kemi arritur të bëjmë ekspozita për mendimin tim të një niveli jashtëzakonisht mirë. Kjo është ekspozita e 7 aty që organizon? Kjo është edicioni 7 dhe si të shihet këtu shef karaktere të ndryshme artistike, nivele të pikturimit të një stadi shumë të kultivuar, shumë profesional. Por kjo nuk arrihet nga njerëz të cilët si me thënë, e kanë këtë punë për hobi. Jo, këto janë artistë të cilët kanë një përkushtim, në thonjza Don Kishotesk për artin, përkushtohen jashtë mase, dhe kjo ka bërë që të krijojnë kjo punë e madhe e këtyre autorëve, ka bërë që këto të krijojnë individualitetet e tyre artistike. Dhe po të veshre në këtë ekspozit, të gjitha autorët janë me individualitetet të ndryshme. Dhe kjo krijon vlerën totale të kësaj ekspozite, kjo krijon vlerën artistike të artit. Dhe arti ka nevojë për personalitete, ka nevojë për ndryshueshmëri, stilesh, karaktere. Kjo e bën atë që quhet vlerë individuale dhe njëkohësisht vlerë kombëtare. Po. Adi, ne do kemi fatin të intervistojmë të gjithë këta piktorë ose skulptorë që marrin pjesë në këtë ekspozitë të 7 që ka krijuar, ka organizuar grupi
Muri. Por jemi vendosur në këtë eksponat ku janë ekspozuar pikturat tuaja. Ju lutem na flisni pak për stilin e pikturës tuaj dhe mesazhet që përçojnë këto piktura. Atëherë, pyetja është shumë e drejtë. Unë do të thoj që unë jam piktor i dimensionit klasik, që thot piktor i dimensionit dy-dimensional. Pra, sipërfaqe shesht, që mund të jetë telaja, mund të jetë dras, mund të jetë metal, etj. Sepse, u them që vlera e vërtet krijohet mbi sipërfaqe të shesht. Dhe ajo që sot pretendohet si abstraksion, krijohet dhe profesionalizmi i madh është brenda dimensionit të shesht. Dhe në qoftë se veni re, që këto 3 tablo që kam unë këtu, janë motivet e një peme të abstrahuar, e parë në situata të ndryshme, sepse arti ka për marrëdhënie subjektin i cili i shërben formës. Pra arti nuk është gjë tjetër vetë se formë, e cila vjen dhe kultivohet në një stat nëpërmjet subkonsciencës, ku artisti shprehet se si kjo formë, ky metabolizëm i formës ndryshon dhe vjen dhe abstrahohet. Kjo është. Për shembull, mund na tregosh diçka? Kjo është një pemë e madhe që unë e kam quajtur tempulli pagan, se përpara kristianizmit pema ishte simboli, siç është tempulli, kisha sot edhe që ka qenë, përpara ka qenë pema ku ato faliqen dhe lidhin lutjet e tyre në pemë, sepse ishin homogen me natyrën. Dhe kjo formë e homogenizimit me natyrën mua gjithmonë më ka tërheqë. Njeriu është pjesë e natyrës. Adi, a jeni ju në rrymën edhe kubiste këtu? Jo, nuk ka lidhje fare me kubizmin. Nuk shoh disa kuadrate? Jo, kuadratet janë për alternim muzikor të cilët përcjell kjo tablo. Pra se si shpërndahet forma, si shpërndahet tingulli, si shpërndahet emocioni në këtë tablo. Bile kjo ka dhe një linjë këtu, gati si perëndim, që me dhon një nostalgji, një thellësi të emocionit. Që e përshkon, jo vetëm kjo, dhe këtë tabloje tjetër bardëzi, dhe kjo e tjetër dhe kjo. Pra, kjo është marrëdhënia brenda kësaj tabloje, sepse piktura ndrysh nga artet e tjera kërkon një përgatitje shumë të madhe intelektuale për ta shijuar dhe për ta kuptuar. Po nuk e patë këtë përgatitje është shumë vështirë për të hyrë edhe për të interferuar mrena tablos. Për të hapur mesazhin e saj. Është shumë e vështirë me kuptuar ç'është vibrimi i ngjyrës, ç'është tingulli i saj, ç'është kontrapunti, ç'është emocioni i cili përkthehet në një marrëdhënie antipodi, ku përplasen dy ekstreme. Mirë se erdhët edhe juve në këtë galeri, ku kemi hapur ekspozitën Grupimi Muri. Unë jam Idris Balani, skulptor, kam mbaruar Institutin e Lartë të Artit dhe në ato vite, vitin 1980 kam mbrojtur diploma. Dhe në vitin 1990 kam mbrojtur edhe pas universitarin për kritikë arti. Po, prej sa vitesh jeni pjesë e grupit Muri? Unë jam pjesë e grupimit Muri në edicionin e 2 e mrapa. Mu bë thirrje nga kolegët edhe shokët e mi, sepse edhe Adrian Devolli, që është nismëtar së bashku me Mustafa Arapin, edhe Luan Borici, edhe Lambrini Dëna, ne kemi qenë në një kurs për bashkët. Kështu që po, edhe mu bë thirrje për të bërë pjesë e këtij grupimi artistësh të mrekullueshëm, artistës të spikatur në vendin tonë. Pikërisht në këtë ekspozitë të 7 ju patët fatin që të keni eksponatin kryesor në hyrje të kësaj galerie të arteve në Berat. Na flisni pak për këto vepra tuaja që i keni paraqitur këtu. Disa prej tyre janë ish kolegët tuaj që nuk ekzistojnë më. Pjesë e grupimit tonë
ka qenë dhe Mustafa Arapi, indieri, një nga artistët më të mirë në fushën e arteve figurative dhe pamore, dhe në të njëjtën kohë kemi dhe artistin tjetër Leon Çika, i cili nuk ka shumë që është ndarë në jeta, dhe kjo ishte edhe një lloj goditje sepse kishim një afrimitet mjaft të madh. Ishte një njeri i jashtëzakonshëm, me humor, me kulturë, dhe për më tepër ka pasur veç të tjerave dhe një fotograf i mrekullueshëm dhe një operator i jashtëzakonshëm, sepse ka qenë dhe pranë Reuterit, ku ka ardhur dhe më ka bërë dhe 2 filmime për veprat e mia gjatë kohës që ka qenë gjatë. Në këtë kuptim, me qenë se kjo ekspozitë si vjet është dhe homazh për Leon Çikën, unë i kushtova dhe këtë medalionin që kemi këtu. Pra jam përpjekur që të nxjerr botën e Leon Çikës në këtë medalion kaq sa ç'është për këtë moment. Po. Krahas këtyre 2 medalionë, ju keni edhe këtë statujë të vogël. Kjo është një ekuester, domethënë projekt monument për Andrea Mozaka. Andrea Mozaka është i periudhës së Skënderbeut dhe ka qenë princ i kësaj principate. Kështu që ky është një projekt, është derdhur në bronz dhe është një figurë ose një kompozim i cili praktikisht është përkryer. Në të njëjtën kohë, këtu kemi dhe piktorin dhe poetin Fasli Haliti, i cili, domethënë, përpos të tjerave, që ka qenë një figurë e nderuar, është edhe babai i piktorit të mjeshtër i madh sot, Elidon Haliti. Atëherë mirë se u gjetëm këtu në Galerinë e Arteve Figurative të qytetit të lashtë të Beratit. Se erdhët dhe faleminderit. Faleminderit edhe juve. Prezantohuni cili jeni ju dhe karriera juaj si piktor. Unë jam piktori Nasud Nithari, banues për shumë vitesh në Elbasan, pra aktiviteti im përgjithësi ka qenë në Elbasan. Dhe vitet e fundit, unë banoj në Tiranë, me 2 djemë të mi. Dhe për sa vitesh jeni pjesë e grupit të piktorëve dhe skulptorëve dhe karikaturistëve Muri. Tani, grupi Muri, në fakt, ka disa vite që shkruar, unë jam në rishtas ke grupin i ftuar, jam për herë të parë në grupin Muri. Po, dhe është ekspozita parë që merrni pjesë. Unë marr për herë të parë pjesë, Po. me 4 punime, me 4 tablo, relativisht të mëdha në format. Që janë këto të treja këtu dhe njëra pas meje. Me që ndodhemi në këtë eksponat ku ju keni ekspozuar pikturat tuaj, na flisni pak për stilin që përdorni ju në pikturën tuaj. Tani, e them për parantesë që një kolegu im që vinte nga Kanadaja më tha, kur pa punët, nuk ishte pa punë të mia. Unë jam dhe një piktor që punoj dhe natyrë shumë, që dua dritën e dua ngjyrën, dhe ato më kishin parë gjithmonë kështu, por unë kam mbaruar për grafik dhe në studion tim unë merr me kompozime, kështu që këto kompozime janë ekspozuar her pas here, por ndoshta edhe në ekspozitat që janë me punë të përgjithshme, ndoshta edhe nuk e evidentohen. Edhe unë e shoh veten që te kjo ekspozit më duket sigurisht e gjej veten te ekspozita Muri me kompozimet që kam sjellur këtu. Dhe stili që përdorni? Stili pikturës? Tani, ose rryma e pikturës? Unë faktikisht kam mbaruar për grafik dhe këto janë disa kompozime që janë bërë është një lloj abstraksioni, një abstraksionizëm ose një ekspresionizëm abstrakt, duke u marrë edhe me element figure, por figura herë vi në të gjitha tablot e mia ekziston figura, por figura është hapur në një sfond, diku pa fytyrë, diku me kurriz. Pra ideja është që diku në pa lëvizje, diku në lëvizje, ideja për të dhënë gjithmonë atë që një fytyrë flet më shumë edhe kur nuk e shikon fytyrën. Po. Pra, tema që kam trajtuar në përgjithësi unë është emigracioni. Po, dhe pikërisht në këtë tablo që keni pasyruar këtu në këtë ekspozit, unë shoh janë 2 njerëz, besoj kjo këtu është femër, dhe ke disa detaje, disa si gazeta të vjetra, apo jo? Çfarë personifikojnë dhe kush është mesazhi që përcjell? Kjo pikturë, unë kam disa ngarkesa emocionale. Në fakt, në studion tim, unë merrem me një pikturë që e ndjej, e jetoj realitetin, e jetoj kohën. Unë me krijon edhe ngacmime shqetësimet që janë sociale. Dhe këtu është një temë sociale që është shumë e përhapur. Nuk i kam dhënë karakter kombëtar, është një karakter pak global, globalist. Kjo është dilema e ikjes. Këtë vepër kam titulluar Dilema e ikjes. Kjo është edhe ekspozuar në një galeri tjetër.
Dhe këto është një çift pra që janë si një figurat të ngjitura bashkë, pra, dhe kolazhi i gazetave është bërë gati si një fosile. Pra, dashuria këtu lexohet shumë qartë, edhe pse nuk janë fytyrat përballë, janë diku që shohin andej. Pra, dilema që të rrim apo të largohen. Por dashuria e mban të mbërthyer. Dhe kjo është forca e kësaj pikture, mendoj unë. Dhe këtu ka dhe një qëndres, pra, piktura ka dhe një qëndres, pra mënyra se si rrinë, mënyra se si shikojnë, ka dhe një mendim, shumë mendoj unë. Dhe gjitha elementet e gazetës e kolazhet e gazetës është që ato kanë jetuar në një realitet. Pra, kjo pak a shumë është vizioni kësaj pikture. Të falenderoj sinqerisht për këtë intervistë të shkurtër që dhe për emisionin Gjurmët dhe të uroj që të keni bashkëpunime të tjera me grupimin Muri. Faleminderit. Faleminderit. Prezentoni cila jeni ju, cilat janë vitet tuaj që kontribuoni për pikturën si profesioniste tashmë, sepse ju jetoni me pikturën, dhe kur u bët pjesë e grupit Muri? Unë po thuaj bëra gati 20 vjet që merrem vetëm me art. Kam qenë në shumë vende të botës. Kam pjesë, veprat e mia janë pjesë të disa galerive në Europë? Po, në Turqi, në Beograd, në Sarajevo, në Itali, në Gjermani, në shumë vende. Pra, ky është profesioni juaj, me cilën ju jetoni. Profesioni im është merrem me artin, jam marrë dhe pak me skulpturë. Për një projekt që u bë për këto rotondat e Shqipërisë. Arrita futasha deri në 3 vjeçe, bashkëpunova me një kolegun tim Idris Balan. Dhe kështu që më pëlqen të merrem dhe pak me skulpturë, po më shumë merrem me pikturë. Për sa vitesh bëni pjesë në grupin Muri? Në grupin Muri unë kam 7 vjet, domethënë është e 7-ta ekspozitë që merr pjesë. Në çdo ekspozitë keni marrë pjesë? Po, janë kolegët e mirë dhe i vlerësoj të gjithë për artin që ata sjellin. Bashkëpunimet janë jashtëzakonisht mira. Çfarë ju shtyu të bëni pjesë e këtij grupimi piktorësh ose skulptorësh dhe karikaturistësh? Po, neve është mirë kur ne bashkëpunojmë dhe shkojmë mirë me njëri tjetrin. E vlerësojmë njëri tjetrin dhe artin me njëri tjetrit. Dhe prezantojmë punët, kur varen mund ne shikojmë se ku jemi, po na bën edhe mirë vetë se kështu ne ecim akoma dhe më shumë. Duke parë njëri tjetrin kërkojmë akoma dhe më shumë, se kështu dhe ecet, mbi shpatat e njëri tjetrit, ne formohemi derisa arrim atje ku duam të jemi. Po. Pikërisht ndodhemi në këtë eksponat ku janë të ekspozuara punimet tuaja, pikturat tuaja. Na flisni pak për stilin tuaj të pikturës. Unë punoj me akrilik, është një teknik e përzierë, po kryesisht është akriliku. Kam atë botën time që kam krijuar, kam një hapësirë të time imagjinare, si e thonë. Kam përftyrime mënyra se si shikoj gjërat. Pra, ku hyn stili juaj pikturës, më konkretisht, në çfarë tematikash, ku lëvroni, ku notoni me artin tuaj? Patjetër që është art më abstraksionist, është abstrakte, por unë e shoh pak imagjinare. Nuk janë ato përftyrimet e mia kur unë jam në kërkim gjithmonë. Dua të kërkoj diçka tjetër, por që duhet jem unë vetvetja, duhet jem shumë origjinale, çfarë unë jam në të vërtetë dhe çfarë unë ndjej dhe i shikoj gjërat. Pra ju transmetoni shpirtin tuaj në këto tablo? Po. Dhe ideja që përçoni me këto ngjyra, me këto penelata? Unë jam person i lirë në tërësi dhe unë kur punoj. Ngjyrat i dua që të gjitha, nuk kam përcaktim që patjetër kur nis tablon përcaktoj kolorin me çfarë do t'i mbaj, si do t'i mbaj dhe gjatë edhe një luftoj me tablon edhe me ngjyrat dhe pastaj ndaj edhe bëj analizë dhe kërkoj. Kur e përfundoj atëherë vë titullin e punës. Po, pikërisht kjo tablo këtu. Çfarë titulli ke vendosur dhe çfarë mesazhi? Rrota e fatit. Rrota e fatit. Pra është me këtë rrotë. Me këtë titull. Pak e kamufluar apo siç është? Patjetër. Por kjo më çoi mua, unë isha pak kur e punoja si në kaos. Pasi ka shumë ngjyra dhe ti nuk di këtë lësh, edhe ka duhet hequr. Kjo më bëri mua të shpëtoj gjithë tablo.
me të vendosje. Pra, mbi bazën e kësaj, u bë E gjithë. zhvillova, unë jam person që ka pen pas një gjëje dhe më pëlqen ta zhvilloj, ta zhvilloj, ta çoj. Dhe zhvillimi ku ka shkuar deri në në detajet e lata? Çfarë do të thonë këto detaje? Të gjitha janë si tregues që ne kemi gjatë rrugës. Rrota e fatit, ne na presim, po të shohësh këtu ka element pafundësisht, por që nuk lodhin njëra tjetrën. Ka shumë informacion. Për shembull, një element që unë nuk mundem ta dalloj prej këtu, por ju mund ta shpjegoni, mund ta tregoni. Për shembull, këto unë kam vënë, unë zakonisht bëj gjëra si në lëvizje, si në ecje, si në fluturim, që dalin këtu. Është një zog, doni thonë? Jo. Si? Është një zog aty, jo? Zog, po, është gjë që fluturuese, nuk e përcaktoj zog, atë mund të jetë. E kuptoj. Ne nuk i njohim gjithë shpendët, mund të ketë shpend nga gjithë llojet e ndryshme. Unë e dalim në një port, në një port tjetër, na surprizon diçka tjetër. Këtu unë kam bërë pak si figura gjeometrike. Deri dhe këto më ngacmojnë, nuk janë telat e korrendit tek ne që janë si labirint, do nga ato unë kërkoj t'i fus. Janë si rrjet merimange, po, bashkë me telat e internetit. Ose këtu zogj që ikin këtej, futen këtej, domthon e gjithë kjo një trazir që ti e rrethon. Pra, labirintet e jetës tonë. Po, patjetër. Atëherë të falenderoj sinqerisht për këtë intervistë dhe për këtë detaje që na dhe për këtë pikturë. Faleminderit. Faleminderit dhe ju. Ju falenderoj që erdhët dhe ju këtu bashkë me ne dhe do na bëni një filmim të gjithë autorëve të këtij grupi për të mbetur një kujtim i paruar për të gjithë. Po, falenderoj. Cili jeni ju, prezantoni për teleshikuesit e emisionit Gjurmët? Po, unë jam Arben Meksi, me profesion jam arkitekt, po mire me karikaturat prej shumë vitesh, kështu që pasioni i veçantë është karikatura. Dhe për këtë jam impenjuar shumë kohët e fundit për të bërë një ekspozit dhe një katalog me gjithë punimet e mia. Pra, prej sa vitesh merrni pjesë në grupin Muri, ku përfshihen piktor, por edhe ju, karikaturist. Tani unë jam që nga fillimi, që kur është krijuar grupi Muri, idea brillante e Adrian Devollit na bashkoi të gjithëve, gati 12 artistë, dhe përveç se jemi artistë, ne jemi miq, dhe bukuria e këtij grupi është se të gjithë kemi qasje të ndryshme drejt artit. Këtu gjën piktor, gjën skulptor, gjën karikaturist, gjën grafist, dhe hapja e këtyre të një pas njëshme, këtyre ekspozitave, jo vetëm që na ka bërë më të njohur, por edhe na ka bërë më të dashur me njëri tjetrin, më të afruar, duke bërë dhe katalog për çdo ekspozit që hapim, kështu që është një kënaqësi e jashtëzakonshme. Fakti që mblidhemi në Berat këtu dhe në këtë sallë kaq të mrekullueshme, jam shumë i emocionuar dhe më ka pëlqyer shumë. Po, pikërisht ndodhemi në eksponatin ku ju keni ekspozuar karikaturat tuaja. Cilat janë disa nga idetë që doni të përçoni ju me karikaturat tuaja, pra temat që ju përçoni? Tani karikatura ime është specifike, sepse është një karikaturë metaforike, e cila i jep mesazhet përmes figurës, përmes filozofisë dhe përveç humorit. Po, më konkretisht? Po, duke dalë në format të madh, për shembull me këtë lloj karikature, kjo bëhet për arti, hyn në treg. Dhe po ti shikoni këto 6 karikatura që unë kam ekspozuar në këtë galeri. Ta fillojmë me të parën. Kush është ideja, kritika që jep kjo karikaturë? Ideja, natyrisht, karikatura është i vetmi art i cili ka 2 a më shumë kuptime. Nga njerë disa karikatura nuk shpjegohen, ato ndihen. Dhe ajo është aftësia intelektuale e shikuesit dhe atij që e ka bërë. Sa këta janë me njëri tjetrin që bashkërendojnë idenë dhe mendimin për të zgjedhur. Po, ideja kritika që përçon. Ideja karikaturës së parë nuk mund të çahet druri me një sopat duke mbajtur plumçe, sepse gjatë lëvizjes sopat plumçja natyrisht do të lëviz nga vendi. Po, e dyta kulla pizës. E dyta është një gjë e shtrëmër siç është tore pizës, vetëm në hije mund të bëhet e drejtë. Pastaj kuptimet janë nga më të ndryshme, për shembull dikush tjetër mendoj një gjë tjetër, kështu që kjo është e lirë, ndaj është art i bukur dhe është shumë art inteligjent. Kjo megalomania njerëzore? Megalomania ne ndonjëherë vrasim veten ton kur mbiza ndalin në hund, mendjemasia. Mungesa e modestisë. Ne gjejmë gjithandej midis miqve, shokëve, vetes ton ndonjëherë bëhemi viktimë e kësaj megalomanie. Tjetra është kjo është humor për humor, domethënë siç po ma jep këpucën dhe ashtu unë po ta allostros. Pastaj të tjerën kuptohen duke qeshur. Tjetra është nuk e di, po kjo është se cilin në këtë botë që janë hallin e vetë, sepse ka vdekur sirene e ujë, buri që janë gruan, peshku që janë peshku. Dhe kjo tjetra me varkën është, po peshkon, po në një vend ndalohet peshkimi dhe ka lidh varkën, atje ku nuk lejohet dhe në hijen e vetë. Kuptohet është një metaforë shumë e bukur që edhe ai është
shkon në vendin jo të dur, edhe s'ka për të thënë gjë se s'do ta lëmë. Po. Dhe së fundit, për të japur fundi kësaj interviste të shkurtër që po zhvillojmë bashkë, si e mendoni ardhmërinë tuaj si karikaturist me grupin Muri? Mendoni të vazhdoni të bashkëpunim? Unë dëshiroj dhe është dëshira e gjithë që ky grup do vazhdojë. Natyrisht ne kemi pasur miq shumë të afërt që janë larguar nga jeta, fatkeqësive natyrore s'kemi ç'ti bëjmë. Por dhe ndonjëri që do të largohet është i lirë të largohet. Ne jemi me një vullnet të lirë të bashkuar, por unë them sikur dhe 5 vet të mbetemi, unë do jemi fundit bashkë me Adin, besoj që do jemi të fundit që do largohemi ose do ta vazhdojmë ne këtë grup. Po. Ka grup dhe me 3 vet si Isot Lap. Po, shumë bukur. Atëherë unë falenderoj për këtë intervistë të sinqertë dhe uroj që ne të takohemi së bashku shumë shpejt për të përshkruar dhe jetën tuaj në emisionin Gjurmët në Vlorën e Flamurit. Faleminderit. Është kënaqësi ju pres në qytetin e bukur, që ka një zhvillim, aty do shikojmë jo vetëm artin e karikaturës, por dhe arkitekturën dhe do flasim në përgjithësi për këtë qytet të bukur që po zhvillohet. Faleminderit për sinqeritetin. Edhe juve. Na flisni pak për kontributin tuaj në këtë lloj skulpture dhe cila jeni? Po, unë quhem Lambrini Dëna, jam ceramiste dhe gjithë veprimtaria ime mbështetet në ceramikën artistike. Prej sa vitesh e ushtroni këtë profesion? Unë kam mbaruar për ceramik dhe gjithë jeta ime është e shkrish dhe lidhur pasgjithshmërisht me ceramikën. Po me grupimin Muri, prej sa vitesh ateroni? Me grupimi Murin jemi që në fillimet e formimit të grupimit Muri. Ne ishim të përzgjedhurit, duke qenë kolegë, shok midis njëri tjetrit, ne ishim të përzgjedhurit e këtij grupimi. Pra ju keni marrë pjesë qysh në ekspozitën e parë? Po, unë kam marrë pjesë që në ekspozitën e parë dhe ndihem mirë në këtë grupim, sepse ky grupim ka artistë të mrekullueshëm. Në këtë grupim secili ka individualitetin e vet. Po ti shikosh të gjithë piktorët, skulptorët, një për një, ata shquhen dhe kanë formuar trupëzimin e tyre, identitetin e tyre, me një shije të hollë në punën e tyre dhe me vepra që lënë gjurëm në çdo ekspozit që ne kemi marrë pjesë. Dhe këtu në qytetin tonë ishte nder për mua si artiste dhe për gjithë artdashësit e qytetit të Beratit që mirëpritën këtë grupim të Murit. Sepse vetë artdashësit do të shijojnë nga sot dhe në ditët në vazhdim, nuk do të zhgënjehen nga këta artist. Kam për të shijuar veprat e tyre dhe për të ngelur në memorien e tyre kjo arritje e mrekullueshme e këtyre artistëve të këtij grupimi. Po. Pikërisht ndodhemi në këtë stend ku janë të ekspozuara punimet tuaja, skulpturat prej ceramike. Na flisni pak më në detaj me sa shohuni ju lëvroni tematikën e etnografisë shqiptare. Apo jo? Por ç'pun e ç'djerës duhet për të arritur për të përfunduar këtë skulpturë ceramike? Po. Unë kryesisht si ceramiste, por mund të veçohem se ceramika ka goxha shtrirje si ceramik. Domethënë në ceramik që mund të vëshet me plaka dekorative, me figura ose plaka artistike që mund të fusësh, siç kemi këto detajet këtu, por puna ime gjithsesi është e mbështetur në ceramikën skulpturore. Pra pikërisht tek këto të treja. Tek këto të treja, domethënë të skulpturës së detajuar me ornamente. Kjo është e veçanta e ceramikës time. Kjo është dora e fundit që jepni ju piktura. Por ju merrni pjesë edhe në pjekjen, edhe në... Tani, këto janë punime unike. Të gjitha ceramikat e mia ose statujat e mia, skulpturat e mia, janë të punuara vetëm një herë, nuk bëhen me derdhje. Por puna ngrihet nga baza. Pjesë, derisa krijon. Pra kjo është material ceramike, balt, apo jo? Po, balt. Edhe ti e ndërton gradualisht. Unë e ndërtoj, është bosh nga brenda dhe unë e ndërtoj pjesë, sepse ka momente që unë se nxitoj punën, duke qenë e njoh, mua më krijon ngjeshje. Ta kesh të thahet një pjesë, po, një pjesë, po, sepse duhet të mbaj gjithë të pjesën e ngritur sipër. Po në procesin e pjekjes ju asistoni përsëri? Në procesin tani u bë pjesa e
e skulpturës. Pas ngritjes së skulpturës, unë filloj dhe e detajoj ornamentin. Të gjitha me gdhëndje, apo jo? Po, edhe me gdhëndje, edhe me pikturim. Të gjitha këto janë piktura glazure, që kur të futet në furrë, do më thënë, ndërtohet, glazurohet, pikturohet, dhe futet thahet, njëkohësisht thahet. Në momentin të thajt fare, nëse futet e njom ajo përcet, prishet, pasi thahet ajo, me gjithë piktur, me gjithë gjyra, atëre fillon procesi furrës. Futet në furrë në temperaturë 950 gradë. Ka një procedur dhe aty, do më thënë, nga fillimi i ngritjes së temperaturës deri në 950 gradë. Dhe kryon këtë lloj pjekje. Po nga njerë puna nuk shkon dhe në barë, sepse glazura që është kaq e bukur për dhe delikate, kur ti fut disa lloj glazurash njëra mbas tjetrës se ndryshon mendjen, thuat fus këtë, aty zhgënjehesh sepse ato ndërveprojnë tek njëra tjetra duke na dhënë edhe ndonjë moment të bukur, po edhe ndonjë moment jo të këndshme, që të duhet që ta përsëri ta përmisosh këtë gjë, ose duhet ai stadi punë, gjithmonë nuk mund të themi i përboj. Keramika ka të papriturat e veta. Puna të thërret vetë, nuk e threti punën. Ti punën e ke të rritur në fillim, por ajo pastaj së lë, ajo gjithmonë të ngacmon dhe të thërret. Unë të falenderoj sinqerisht për këtë intervistë që dhe kaq specifike dhe uroj dhe suksese të mëtejshme në këtë skulpturë keramike. Faleminderit. Shumë faleminderit dhe juve. Shumë faleminderit. Jam Violeta Kongo, jam antare e grupimit Muri, që në krijimet e tij 5-6 vjet përpara. Kjo është performanca e 7, edicioni 7 i grupimit Muri, në të cilën po e mbajmë në qytetin e bukur të Beratit. 4 i kemi bërë në Tiranë, 1 në Fier, 1 në Vlorë, e 7-a. Pse jeni bërë pjesë, si piktore profesioniste, jeni bërë pjesë e grupit Muri? Çfarë ju bashkoi bashkë? Nuk di të them, nuk kam trokitur në ndonjë derë për të bërë pjesëtare e grupit. Kjo ka ardhur natyrshëm në përzgjedhjen që ka bërë kryetari i grupit, grupimit Muri Adrian Devolli, në përzgjedhjen për një pikturë konceptuale, moderne, të kohës, për një teknikë ndryshe. Nuk di të them, nuk është se kam në trokitur unë, më është ofruar ose të them të drejtën më është hapur dera. Po, dhe të flasim pak dhe për stilin tuaj të pikturës, ndodhemi në këtë eksponate ku ju e keni ekspozuar pikturat tuaja. Cili është stili juaj pikturës? Kam 4. Po, 4 piktura. Shiko, tashi, është në çike vështirë të flasi vetë piktori, vetë krijuesi për stilin. Stilin e krijojnë të tjerë, stili krijohet nga ngjyra, nga forma, nga koncepti, nga shumë gjëra. Teknika ime vjen paksa e veçantë në krahasim me të tjerët, unë punoj shumë me detajin. Jam shumë e dashuruar mbas puntilizmit. Piktura ime e kërkon detajin me vëmendje të madhe, unë punoj në çdo milimetër disa herë, me disa ngjyra, me pika të ndryshme. Pra këto janë pika boje? Pika boje, të cilat përzihen jo në tavolot, si zakonisht, po përzihen direkt edhe mbi kanavac. Dhe boja është ujë apo vaj? Bojrat janë, teknika është e përzierë, dhe bojrat janë të përzjera, unë punoj me lloj-lloj ngjyrash. Baza është akriliku, por punoj edhe me ngjyra të tjera, porcelan, bojra mëndafshi kam përdorur, sepse unë punoj edhe shumë mbi mëndafsh. Po, dhe me sa shoh në këto 4 piktura që keni ekspozuar në Galerinë e Arteve në Berat, tematika juaj, portretet tuaja janë femra, apo jo? Trajtoni shumë? Po, ke të drejtë, dhe një pjesë e mirë e krijimtarisë time në qendër është gruaja shqiptare, gruaja edhe universale. Është drama e gruas, është lumturia e gruas, janë detyrat e gruas, janë gjithë mbështetja që gruaja i jep kësaj bote dhe fortësia dhe butësia njëkohësisht e saj. Konkretisht, kush është ideja që përçon kjo pikturë? Kjo pikturë unë kam titulluar Tradit. Është një nën me gjithë një vajzë, e cila nëpërmjet edukatës që jep, nëpërmjet shpirtit që jep, nëpërmjet frymës që jep fëmijës së saj, vajzës së saj, i jep edhe traditën e bukur të artit,
Dhe I kam luajtur këtu me motive shqiptare të xhubletës, të qilimave shqiptarë, I kam miksuar qoftë edhe në teksturën e vet, por qoftë edhe brenda kornizës këtyre elemente shqiptare janë dhe këto, elemente shqiptare, të gjitha ka elemente, edhe në flok ka elemente shqiptare. Kështu që, do më dhe kam bërë një lojë të dyfisht, një lojë atë që nëna, se më shumë se kushdo të më thënë nëna është ajo që përcjell edhe kulturën, edhe edukatën, edhe shpirtin, edhe të bukurën, edhe traditën. Po, të falenderoj për këtë intervistë të sinqertë. Faleminderit juve. Unë jam Agron Polovina, piktor, I lidhur ngushësisht me Beratin, në gjithë kontributi im qoftë në angazhimi im qoftë profesional, por edhe artistik zhvillohet në qytetin e Beratit. Janë dy gjëra që kanë ndikuar në krimtarinë time. Së pari qyteti I Beratit, me arkitekturën, me trashëgiminë kulturore, me arkitekturën e banesave qytetare, me kishat, me kalan, me arkitekturën e fortesës, me veprat e artit të realizuara në to. Dhe së dyti, një rast tjetër I volitshëm është që në një periudhë prej gati 20 vitesh, unë jam marrë shumë me menaxhimin, studimin edhe restaurimin e pikturës pas bizantine. Me pikturën e mjeshtrave të mëdhenj të historisë së artit shqiptar, të cilët kanë krijuar në qytetin e Beratit. Jam kujdesur për veprat e mjeshtrit Onufri, Nikolës, Onufri Qipirotit, Çetirëve dhe shumë të tjera, të cilët janë në fondet kryesisht në fondin e Muzeut Kombëtar Onufri dhe në fondin e Drejtorisë Rajonale të Monumenteve. Po, krahas këtij stili pikture që sapo na shpjeguat, a jeni ju dhe piktor realist, pra I natyrës? Në fakt duhet të them që edukimi im edhe në shkollë, por edhe përvoja ime krijuese këtyre viteve më orientojnë drejt një arti viziv. Nuk doja të thosha tamam realist, por një art me tendenca bashkëore të rëndësishme, duke herë duke u epuar nga impresionizmi, jo impresionizm motamosi që jemi mësuar herë nga ekspresionizmi, por nuk jam unë ai që duhet ta përcaktoj se si është zhvilluar mjeti ose orientimi I pikturës time. Ndoshta ata që merren me këtë punë, studiuesit ose njerëzit e tjerë e kanë më të qartë dhe ndoshta bëjnë dhe një analizë më të përgjithshme për ta përcaktuar atë. Zoti Polovina, kjo pikturë që kemi midis nesh këtu e ekspozuar, në çfarë stili është pikturuar? Faktikisht thash që piktura ime zhvillohet në dy rafshe. Së pari është piktura pas bizantine që kanë ndikuar së tepërmi, por njëkohësisht kanë ndikuar shumë edhe legjendat dhe melosi popullor, melosi trashëgimia e qytetit tim. Një nga ciklet e pikturave mia, e kompozimeve të periudhës parë të krijimtarisë pas viteve 90, që më ka shërbyer edhe për të bërë atë transfigurimin, atë kapërcimin nga piktura e para viteve 90, ose ajo pikturë të cilët ishim mësuar ta bënim që në shkollë, në pikturën që bëj tani, më ka shërbyer cikli I kompozimeve kushtuar mjeshtër Onufrit. Është një cikël me disa kompozime, ku unë gjatë ndërhyrjes dhe restaurimit të pikturave të ikonografisë më kam mbetur shumë element të pikturës së këtyre mjeshtrave
element të psikologjisë së tyre, të raporteve koloristike, të skemave konvencionale, ndoshta edhe në element të energjisë të përcjellin ato kuadrët e tyre. Një cikël tjetër, po kaq i rëndësishëm në krijimtarinë time, ka qenë edhe cikli mbështetur ke legjendat. Kryesisht ke legjendat dhe melosi, kryesisht me legjendën ai të njohur të Dorontinës, dhe njëkohësisht ka qenë edhe tek këngët qytetare beratase, ndërsa prej, do të thënë, gati mbas vitit 2010-2013, kur unë kam pas shumë të tepër angazhime profesionale, e kam pas gati shumë të vështirë që të merrem me kompozimin, duke qenë se është do më tepër dedikim, duhet mendosh gjithë kohën, duhet i përkushtohesh gjithë kohën, gjithë ditën, gjithë periudhën. Atyre, në këtë periudhë unë jam orientuar në drejtim të peizazhit, në drejtim të plenerit, jam pjesë e grupit të artistëve të plenerit shqiptar dhe prej gati 12 vitesh, neve kemi shëtitur pothuajse në të gjithë territorin shqiptar, po edhe rreth e qartë për të realizuar veprat që një pjesë të cilëve... si qanë këto dy tablove? Një pjesë të cilëve ne i shohim këtu. Fatmir, ju jeni pjesëtar i grupit Muri, qysh me krijimin e këtij grupimi artistësh, piktor dhe skulptor, apo jo? Sakt. Qysh në zanafillën e krijimit të këtij grupi, unë jam pjesëmarrës në të 7 edicionet e këtij grupimi. Kjo është ekspozita e 7 e radhës, e cila bëhet në qytetin e Beratit, me një pjesëmarrje edhe të disa artistëve të ri, të cilët zëvendësuan të ndjerin piktorin Leon Çika, i cili tash nuk jeton në. Po, Fatmir, e vendosur pikërisht në këtë eksponat ku janë prezantuar pikturat tuaja, ju vazhdoni me të njëjtën stil pikture prezantoni, apo jo? Është stili juaj preferuar ky? Po, siç është e njohur teknika ime e pikturës në shumë ekspozita, qoftë private, qoftë kolektive, në këtë ekspozit ka diçka të veçantë që jam munduar të sjell diçka të re në 2 tablo që janë të kohëve të fundit, ku të cilat flasin për një gjuhë pak më ndryshe artistike, janë me një tendencë drejt një abstraksioni, ndryshe nga tablot e tjera, ku personazhet edhe mund të janë të qarta, ndjehet, kurse këtu në 2 tablot tjera jam munduar të sjell diçka të re. Po, qoftë edhe me ngjyrat e ndezura, me sa shohim atje? Po. Pikërisht për këtë tablo që kemi këtu në fokus të kamerave tona, cila është ideja ose mesazhi që përçoni ju nëpërmjet kësaj pikture? Këtë unë mund ta titulloj një harmoni njerëzore, domethënë nëpërmjet stilizimit të elementëve, qoftë personazhe që në dukje nuk janë reale, pavarësisht jam munduar të sjell diçka drejt një realiteti krejtësisht tjetër, ku si gjithmonë ndodhet dhe personazhi i dhis, në cilën unë jam në po. Është vazhdimisht në krijimet e mia. Po, Fatmir, si mendoni vazhdimsinë e grupit Muri? Pra do vazhdoni të merrni pjesë të gjithë së bashku në ekspozitat të tjera? Po, unë mendoj që po, grupimi tashmë është konsoliduar, domethënë grupi Muri është një grup avangard i cili ka një tendencë drejt një arti bashkohor, domethënë i cili jep mesazhe të qarta në ndërtimin e komplet grupit, duke marrë parasysh gjithë autorët. Mendoj që ky grupim është një grupim mjaft elitar, domethënë mund ta konsideroj unë, ku janë artistë mjaft mirë, me personalitetet të ndryshme, po kur shikon ekspozitën, krijohet një harmoni. Një stileve të ndryshme, mesazheve pavarësisht teknikave ose të ndryshme, grupi qëndron mjaft mirë. Fatmir, falenderoj për këtë intervistë dhe sukseset më teshme. Faleminderit.
Këtu i ka ardhur fundi emisionit Gjurmët për ditën e sotme. Ju kujtoj se pasqyruam edicionin e 7 të grupit Muri në Galerinë e Arteve Eduard Lir të qytetit të Beratit. Për të gjithë ju që na ndoqët, faleminderit për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në emisionet të tjera.